Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kapiteni i Maqedonisë së Veriut është optimist përpara përballjes me Danimarkën. I kemi analizuar mirë dhe kemi përgatitur çdo detaj. Jemi të vetëdijshëm kundër kujt luajmë dhe çfarë na pret, por dhe ne kemi atributet tona të forta, tha Enis Bardhi. Kapiteni i Maqedonisë së Veriut tregon se nga ndeshjet e mëparshme janë nxjerrë mësime të rëndësishme dhe ato na kanë ndihmuar të përmirësohemi si ekip. Lojtarët e rinj janë integruar shkëlqyeshëm dhe atmosfera në ekip është në një nivel të lartë. Funksionojmë si një tërësi. Në ndeshje të tilla motivimi kurrë nuk mungon. Në vlerësimin na motivon dhe më shumë, tregon kapiteni kombëtares Maqedonisë së Veriut. Danimarka hyn në ndeshje si favorite kryesore. Të gjitha biletat në stadiumin Park janë shitur. Kapaciteti është 38.000 persona, ndërta do të jenë rreth 1.000 tifoz nga Maqedonia e Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kombëtarja e Shqipërisë ka gati formacionin me 23 lojtarë në përballjen ndaj Polonisë. Mungojnë Nazmi Gripshi, Klisman Cake dhe Yasir Hasani. Risi është përfshirë e mbrojtësit nga Kosova, Bujar Plana. Paraqitjet e tij të fundit në Superligën e Polonisë duket se kanë bindur stafin teknik për t'i besuar një rol në këtë sfidë delikate. Sulmuesi kombëtar Skuqezi Ernest Muçi është optimist në përballje me Poloninë. Është një nga ndeshjet më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë. Jemi gati për të kaluar këtë raund dhe për të shkuar në ndeshjen finale, u shpreh Muçi. Pavarësisht se kundërshtari luan në fushën e tij dhe konsiderohet favorit, sulmuesi Skuqezi theksoi se objektivi është vetëm fitoria. Polonia është një ekip i fortë. Ata luajnë në shtëpinë e tyre, por ne kemi ardhur këtu për të fituar dhe që do t'i bëjmë të gjithë krenar, deklaroi sulmuesi Ernest Muçi. Arbitri Anthony Taylor do të drejtojë ndeshjen Poloni-Shqipëri. 47 vjeçari anglez po kalon një sezon të ngarkuar duke qenë nga gjyqtarët më aktiv në Premier League, ku ka drejtuar deri më tani 24 ndeshje. Ai ka një përvojë të pasur ndërkombëtare duke gjykuar në kampionatin botror 2022 dhe kampionatet europiane 2021 dhe 2024. Prej vitit 2025, Taylor është pjesë e rregullt të arbitrave të UEFA Champions League, ku ka drejtuar 42 ndeshje, krahas 11 të tjerave në fazat kualifikuese. Mediat polake analizojnë pikat e dobta të kombëtares së tyre në prag të sfidës kundër kuqezinëve. Situatat e Polonia ngre pikpyetje serioze për të ardhmen, sidomos në repartin e sulmit, ku mungesa e një lideri të qëndrueshëm po ndihet gjithnjë më shumë, thuhet në shkrimin e të përditshmeve polake. Sipas tyre, edhe pse sulmuesi i Barcelonës, Robert Lewandowski, mbetet pika kryesore e referimit, mosha e tij, 38 vjeç, shton dyshimet për vazhdimsinë. Në këtë kontekst, trajneri Jan Urban e ka cilësuar përballjen ndaj Shqipërisë si më të rëndësishme në karrierës së tij. Ndryshe nga Polonia, Shqipëria paraqitet më e stabilizuar. Kuqezinët dhanë sinjale pozitive dhe në Euro 2024, ku zhvilluan paraqitje dinjitoze ndaj ekipeve si Italia, Spanja dhe Kroacia, shkruhet në analizën e mediave polake. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.